Duke pas parasysh se Ramazani është një thesar me plot këshilla, me plot mësime, është një shkollë e veçantë për ta stërvit besimtarin se si duhet jetoj, si duhet ta konceptoj jetën dhe si duhet të veproj gjatë procesit të jetës deri në takim me Zotin e Madh. Prej synimeve më të rëndësishme të Ramazanit është që ta përmirësoj zemrën tonë, ta ruaj pastërtinë e natyrshme të zemrës tonë ashtu siç e ka kriju Zoti i Madh. Sepse edhe në botën tjetër, ajo që do të peshoj, me atë që do të llogaritemi para Zotit të Madh, është zemra jonë, ashtu siç ka thonë Zoti në Kur'an, illa men atallaha bi qalbin salim, të shpëtuar në pozitën e nderit dhe respektit do të jenë pikërisht ata që kanë zemër të shëndosh. Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila ka besim të pastër në Zotin e Madh padyshim, zemër e cila jeton me Zotin e Madh, zemër e cila don Zotin e Madh më së shumti se çdo gjë, zemër e cila ushqehet me urdhrat e Zotit dhe urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është pikërisht ajo zemër e cila në raport me njerëzit është e shëndosh, është ajo zemër e cila nuk jeton me zili, është ajo zemër e cila nuk jeton me paragjykim, është ajo zemër e cila e don çdo qenje njerëzore, pikërisht çdo qenjes njerëzore ja don të mirën, të mirë që Zoti e don për neve, sepse kjo dunja dhe kjo botë është një botë e cila ka një adresë. Adresa e kësaj bote është kullu men aleja fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kjo botë është e përkohshme dhe çdo gjë në këtë botë është e përkohshme, andaj për këtë adresë, për cilën Zoti na tregon dhe na informon, adresë e cila na tregon se kjo botë është e përkohshme dhe çdo gjë është e përkohshme, nuk ja vlen për gjërat e përkohshme që ne të armiqësohemi mes vete, të mos duhemi mes vete, të mos ja dëshirojmë të mirën njëri tjetrit, t'ja kemi zili njëri tjetrit, por të jemi pikërisht ata që do të veprojmë për botën e përteme, që ta duam njëri tjetrin, të jemi afër njëri tjetrit, të mos e paragjykojmë njëri tjetrin, të jemi një pasqyrë e mirë, një pasqyrë reflektimi pozitiv për njëri tjetrin, sepse gjërat në jetën e kësaj dunjaje do të përfundojnë, por le të përfundojnë me gjëra të mira, me gjëra të bukura, për t'i fituar të mirat e ahiretit, për cilën Zoti në Kur'an thot, khalidine fiha abada. Njerëzit e mirë, ata që e kuptuan esencën e kësaj jete të shkurt, e kuptuan se duhet të jetojmë me një zemër të pastër, me vepra të mira, me mendime pozitive, që ta fitojmë më të mirën e ahiretit, e ato janë shpërblimet e premtuara nga Zoti i Madh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.